Faktikisht po, për shkak se unë vazhdimisht në faqen time në Facebook edhe në Instagram postoj video informuese për prindrit edhe u përgjigjem gjitha pyetjet që ata i kanë çdo pikë pyetje që kanë në raport me zhvillimin e fëmisë së tyne. Edhe kur kom bisedu me nonën, fillimisht e kom pas atë pikë pyetjen se mos nona nuk po pranon për shkak të stigmës në shoqërinë tonë. Mirë po e ka mirëprit shumë mirë edhe ka thonë pse mos më dalna me tregu që na kemi punu shumë edhe kemi pas këtë rezultat. Po definitivisht të falënderimin që e kanë për ty ata definitivisht e shprehin kështu në forma të ndryshme, dikush si kjo e cila del sot edhe na tregon publikisht sa i përket falënderimit, dikush e shpreh me mesazhe. Unë kur hyna me i pa në rrjetet sociale e pash që i ke publiku disa për mesazheve që ato i kanë dërguar, një për tyne po e ndoj edhe me publikun po e lexoj, thot djalin tim 3 vjeçare kam dërguar për seanca psikologjike tek psikologja Naile Rustolli, që nga fillimi i seancave kemi vrejtur përmirësime të dukshme në sjelljen e tij, sjelljet agresive janë reduktuar ndjeshëm dhe ai po shfaq më shumë qetësi, vetkontroll dhe bashkëpunim në situata të ndryshme të përditshme. Është vetëm një pjesë e tekstit falendërues që ajo ka dërguar dhe ti e ke publiku në rrjetet sociale, ç'është bëjnë me ti? Si që theksova në fillim, është përmbushja më e madhe emocionale, kur na mas shumë sfidat të cilët i kanë prindrit, në fund e bëj që prindi me buzëqesh, fëmia me u pavarësu, me zhvillu potencialin e tij të plot, pikërisht aty do thotë ku e ka pas vështirësinë edhe mi arrit bashkëmoshtarët e vet. Sa kemi vedisim nëse flasim sa i përket kësaj çështje në krahasim me vitet paraprake? Unë do e theksoja që kemi rritje të vedijës në aspektin e dërgimit të fëmijës për një konsult psikologjike, thjesht me pas se si po shkon zhvillimi i fëmijës, me u konsultu në mënyrë të detajume. Po mendoj që rrjetet sociale me raste i kanë keq informu prind për shkak se prindrit shpesh po i krahasojnë fëmijët e tyre me të tjerëve. E një ndër gabimet më të mëdha që mundet më bë është kjo, për shkak se jo çdo fëmijë fillon me komuniku në moshën e njëjtë. Jo çdo fëmijë ka me fillu me ecë në periudhën e njëjtë. Do thotë ka fëmijë të cilët fillojnë të ecin më herët, disa pak më vonë. Mirë po prindrit, para moshës 2 vjeç, nuk kanë pse të shqetësohen pse fëmia nuk ka filluar ende të flasë. Nëse fëmia ka filluar të zhvillojë fushën e komunikimit në të kuptuar, po ndërvepron me të tjerët, atëherë këto janë shenja pozitive të cilët unë do inkurajoj që të mos shqetësohen para kohe. Mirë po, kemi një rritje shumë të madhe, prindrit vinë, konsultohen, edhe marrin rekomandime, punojnë në shtëpi, çka do që është nevojshme në të mirën e fëmijës, po ashtu edhe nëse është e nevojshme fillojnë seanca stimuluese terapeutike.